Më shumë se 434.976 hektar janë djegur në të gjithë Bashkimin Evropian, sipas të dhënave të 30 korrikut nga Sistemi Evropian i Informacionit për zjarret në pyje. Në vitin 2025 u dogjen më shumë se 1 milion hektar, duke e bërë atë sezonin më të keq të zjarreve në pyje që nga fillimi i regjistrimeve. Për dekada të tëra, politika e Bashkimit Evropian për zjarret nënkuptonte blerjen e më shumë aeroplanëve, kamionëve dhe zjarrfikësve. Tani theksi po zhvendoset drejt diçkaje më të rëndësishme, ndalimit të zjarreve që të mos bëhen katastrofike që në fillim. Në mars 2026, Komisioni nisi strategjinë e integruar për menaxhimin e rrezikut nga zjarret në natyrë, një lëvizje formale larg nga një model i udhëhequr nga reagimi drejt një modeli të ndërtuar mbi 4 shtylla: parandalimi, përgatitja, reagimi dhe rimëkëmbja, me parandalimin në radhë të parë. Arsyetimi është i trefisht. Europa sapo përjetoi sezonin e saj më të keq të zjarreve të regjistruar ndonjëherë. Strategjia përkthehet në fonde dhe mjete konkrete që tashmë janë duke u zbatuar. Parat për parandalimin e zjarreve në pyje tani rrjedhin përmes disa instrumenteve të Bashkimit Evropian njëherësh: planet e zhvillimit rural të politikës së përbashkët bujqësore, fondet e politikës së koezionit, instrumenti i rimëkëmbjes dhe rezistencës, si dhe thirrjet kërkimore Live dhe Horizon Europe. Në praktik kjo mbulon shpenzimet për reduktimin e lëndëve djegëse, ndërprerjet e zjarreve, kullotjen e synuar, rrallimin e pyjeve dhe restaurimin e pesazheve të prirura ndaj zjarreve. Këto projekte janë tashmë duke u zbatuar në Spanjë, Portugali, Itali dhe Siçili. Rreth 35% e buxhetit të ardhshëm afatgjat të Bashkimit Evropian është caktuar për klimën dhe mjedisin, duke përfshirë gati 19 miliardë euro në fonde koezioni për përshtatje ndaj klimës, me një përshpejtim të premtuar për rajonet e goditura më rënd. Komisioni përforcon gjithashtu Sistemin Evropian të Informacionit për zjarret në pyje, mjetin e tij të paralajmërimit të hershëm dhe parashikimit të rrezikut, të bazuar në satelit, dhe planifikon të propozojë një rekomandim të Këshillit mbi menaxhimin e integruar të rrezikut nga zjarret në pyje, së bashku me një portal të dedikuar të Bashkimit Evropian deri në vitin 2027 për të ndarë rrugët e financimit dhe mësimet e nxjerra me shtetet anëtare që përballen rishtas me rrezikun e zjarrit, por problemi më i vështirë është zbatimi.